Në një atmosferë të mbushur me ndjenja të forta patriotike dhe mirënjohjeje, nën patronatin e kryetarit të komunës së Istogut, Ilir Ferati, është mbajtur ceremonia solemne e përurimit të lapidarit kushtuar 3 heronjve të fshatit Uq, Bajram Gashi, Rama Lia dhe Sali Rama, në 80 vjetorin e rënjes së tyre. Ceremonia solemne e përurimit të lapidarit kushtuar 3 heronjve të fshatit Uq u mbajt në një hapësirë të veçantë brenda tregut të gjelbërt në Istog, ku qytetarë të shumtë u mbledhën për të nderuar kujtimin e këtyre burrave që dhanë jetën për lirinë e atleut. Në këtë ceremoni morën pjesë përfaqësues të institucioneve lokale dhe qendrore, familjarë të dëshmorëve, qytetarë të Istogut, si dhe figura të njohura të jetës publike. Fjalimet e mbajtura nxorën në pa heroizmin dhe sakrificën e Bajram Gashit, Rama Lis dhe Sali Ramës, të cilët në vitin 1945 dhanë jetën për kauzën e madhe të kombit shqiptar. Kryetari i komunës, Ilir Ferati, theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtimit të heronjve dhe vlerësimit të sakrificës së tyre, duke e cilësuar këtë lapidar si një simbol të përjetshëm të qëndresës dhe patriotizmit. Jam jashtëzakonisht i nderuar edhe krenar që sot në këtë ditë mirë fal mundit edhe fal gjakut derdhën dëshmorëve, gjithë dëshmorëve të gjitha epokave, ne kemi mundësinë që në ndjen krenarie e të lirë, ashtu siç ata na deshtën, ashtu siç ata punuan dhe dhanë jetën e tyre që në këtë 80 vjetor të rënies së Bajram Gashit, Rama Lis me të bijë Salin, ta përruajmë këtë lapidar që është lapidar që ndron jetën edhe veprën e tyre. Ne gjallëve të përkohshme na mbetet që këtë vepër, këtë sublimitet që qytetarët e Istogut shumt e kanë bën ndër vite në secilën lëvizje për liri e pavarësi, ta marrim supe si obligim moral e politik e ta kultivojmë si formë mendumit, ta kultivojmë të breza të tjerë. Tash faleminderit dëshmorëve të lirë që ky vend ka nevojë për njerëz mirë, ka nevojë për njerëz që punojnë, ka nevojë për njerëz që japin mund e djerës, e tash faleminderit dëshmorëve, nuk ka nevojë më të japet gjak. Lavdi dëshmorëve të kombit të gjitha periudhave, lavdi dëshmorëve të Mbivadës, mirënjohje dhe falënderim deri në përjetësi. Në emër të familjes Muzliaj u ftua për të marrë fjalën imami Nexhmedin Hoxhaj, i cili shprehi mirënjohje për këtë ceremoni përkujtimore, duke theksuar se ky lapidar është një dëshmi e pashlyeshme e sakrificës së të parëve. Vërtet në emër të familjes Muzliaj. Dhe kur themi kështu, ne jemi një. I merr Muzlia jam unë me anën tonë. Ali Muzlia janë Tramalis. Bajram Gashi është Sali Idrizi i Idriz Muzlis, që për shkaqet politike është dashur ta ndrojë edhe mbi emrin. Prandaj jemi një vllazëri, jemi një vllazërit, një trungut, një gjyshi. Këta 3 burra këtu që i kem sot skalitur në këtë lapidar, nga parimi i shkruar i Qerqiz të Pullit, nuk luftuan për familjet tona, por luftuan për vendin ton. E vendi ynë është aty ku folet gjua shqipe dhe jetojnë shqiptarët. Në te, si banor të përhershëm. Edhe ky vend është vend i shqiptarëve. Nga ky parim, këta njerëzi luftuan armikun aq sa patën mundësi, aq sa ju dha mundësi koha. Vërtet, Bajram Gashi ishte një strateg, sepse ishte i letrave, ishte njeri i shkolluar, por ishte edhe strateg i luftës. Ishte vizionar. Po e përmendin një rast në kullën e Bajraktarit, pra të sol Bajraktarit, që ishte bashkëluftar apo ishte edhe një prej prizve të qetave bashkë me Ramalin, të bon dhe pranojnë me ardhë, me lutje, ish udhëheqësit komunist të kohës, Said Zatriqi, Mirpula, Gjevdet
Psia i gjati që në Gjepallaska ndoket. E të tjerë, edhe serbë sigurisht, ishin ullë, thët Agja më ka tërgu këte Sulejmani Rahmet Pa, si ka qenë prezent aty. Ishin ullë në kulla që ka pas qergat, qergën e madhe luftetarët dhe ata që ishin përcaktu drejt me popullin, nëse në kërqetëgën e vogël këta tjertë. Janë mundu me e bindë Bajramin që t'i thretë edhe luftetarë tjerë që të kthehen në radhat partizane. A i thot jo. Jetën time dhe jetën e këta burra ja kanë falë Kosovës. Ne e dim që ju keni me fitu, ne kemi me humbë, por ju keni me fitu me faqet zezë, se keni me qenë tratum, ndërsa ne kemi me humbë me faqet bardhë. Dhe këtë këto që ka po ja u thuni këti populli këtu, janë mashtrime. Nuk ka vllaznim bashkim. E kështu me radhë. Pra ishte një vizionar. Axha Rami ishte një trim, i paepur. Bajrami me vizionin e tij kishte lidh marrëdhëshje dhe marrëdhënie shumë të bukura me pjesën tjetër të shqiptarëve të Sanxhakut apo të Novi Pazarit, Tutinit, Senicës, Bihorit, deri në Vishegrad atje. Dhe kishin mbledh në atë kohë shumë eshte, shumë gjymtyrë të masakruarve të shqiptarëve tani të asimiluar. Që mos zgjati më tepër. Në emër të familjes Muzlijaj Gashi, falenderojmë kryetarin e komunës, nën kryetarin, të cilët nuk e harron asnjëherë Uçën, as trimat. Dhe sot në 80 vjetorin e rënjes heroike të këtyre, kanë bërë të mundshme që të ngritet një memorial ta quaj, apo një lapidar, në shenjë për kujtimi të historisë e lavdishme të Mbivadës, të Podgurit, të Dugaxhinit. Ju falenderit. Kisha me i falenderu të gjithë që jeni prezent këtu, e në veçanti ata cilët kur nuk e harrun se në këtë vend këtu u vorrosën këta 3 trima, nuk ju ditë vorri përpos ata që e kanë pa atëherë, ku janë të varrosë dhe i kanë marrë në zemrat e tyre. Nuk du me kalu thjesht pa e përmen Sefer Muzlijaj. Një djalë i familjes Muzlijaj, fatkeqësisht i cili ka kalu në amshim, e lusim Zotin që ta kemë mëshirën e tij, i cili me shkrimet e tija, me poezitë e tija, edhe për Kullën, edhe për Ramën, edhe për Bajramin, edhe për Sajin, edhe për Colin, edhe për trima tjerë, gjithmonë shkrujti pa ju trem syni. Prandaj edhe njerë ju falemnderit gjithëve, e në veçanti juve komunës së Istokut, kryetar nën kryetar, që keni bërë të mundshme që ky lapidar qëndroj këtu në shenjë për kujtimi jo vetëm të këtyre 3 dëshmorëve, por të historisë tonë të lavdishme të Podgurit. Ju falemnderit. Me disa fjalë shumë emocionuese në mesin e të pranishmëve u ftua Drita, vajza e heroit Bajram Gashi. U falenderoj me gjithë zemër të gjithë ju që keni ardhur e me i kujtue, e me i vizitua këta 3 djemë të Kosovës, babën tem me gjithë 2 kushërit e mi. Unë sot nuk do të flasë për historinë e tyre, se ju e dini ma mirë se ne. Por unë kam vetëm falenderime, kush ka punua për këta 3 djemë të cilët janë Haki Therati, Fadil dhe Fadil Rogova, që e ka vënë emnin, këta janë të parët, emnin që e kanë vënë në rrugë. Tash i ka edhe të tjerë. Një tjetër i ka vënë emrin shkollës. Një tjetër i ka vënë, e ka bërë këngën që i knohet në për mbledhri. Një tjetër i ka bërë librin, veç për babën tem e për fisin e kushërit e mi, që e falenderoj shumë Zotin Bajram Halil Gashi dhe në fund falenderoj pa mas kryetarin e komunës me gjithë stafin e tij për këtë përmendore. Ata nuk jetojnë, emri i tyre është i përjetshëm. Unë sot jam e lumtur dhe krenare që ata u vranë për vendin e vetë,
e për një Kosovë të lirë. Por mua me ka mungu gjithë jetën. Për t'i kujtuar këta 3 heronj dhe për të kujtuar pak nga historia e tyre pa vdekshme, u ftua të marrë fjalën Muhamet Demaj, kryetar i organizatës së veteranëve të UÇK-s në Istog. Sot më fol për Bajram Gashin, unë më fol domon e kam shumë vështirë, sepse Bajram Gashi ka qenë pas luftëtar e intelektual domon i mirëfillt, sepse intelektual i mirëfillt do të jesh sigur Bajram Gashi. Nuk mund është të jesh intelektual vetëm nëse shkruan 2 libra apo 3 ose doktoran pa bën një lëvizje për një bashkim kombëtar ose me qenë një popull në kom. Bajram ka qenë i tillë. Edhe Roma që u ka bashkangjit e djalit tije, domon sot na hapa tyne nuk do të më harru asnjë, edhe gjeneratat e reja, sepse ideali tyne për bashkimin kombëtar Kosovë-Shqipëri e Magjan nuk do të më harru, asnjë s'do të më harru. Nuk kemi tjetër rrugë, armikun e kemi të përbetum, Serbinë domon e kemi të përbetum si armik gjithmonë i shqiptarëve. Dhe ne do të mos e harrojmë asnjëherë. Asnjë s'do të harrojmë, sepse do të punojmë i madh i vogël, qoftë që i thojnë vetit intelektual, ose 3, ose magjistra 3, ose institucione, ose parti politike, gjithë do të punojmë për këtë ideal, sepse nuk ka tjetër rrugë, vetëm bashkimi kombëtar. E ju falënderit e i përgëzoj për këtë memorial, sepse përmes këtij memoriale na mund të kujtojmë vazhdimisht, mos mi harruam emrat e tyre, po edhe trit, edhe nxënësat, domthon të kenë një adresë të mësojnë për historinë e tyre, sepse duhet të mësojnë. Ju falenderoj shumë. Tani, në zbulimin e lapidarit të 3 heronëve, ftojmë kryetarin e komunës dhe familjarët e dëshmorëve. Ju los për 1 minutë heshtje në nderim të këtyre heronjve. Lavdi. Kjo ceremoni në nderim të heronjve Bajram Gashit, Rama Alisë dhe Sali Ramës është një mesazh përkujtimi për gjeneratat e reja për të mos e harruar historinë dhe t'i mbajnë gjallë vlerat e patriotizmit.